Në Partisë së Lirisë, deputetin Tedi Blushi në takime me disa familje të prekura nga përmbytjet. Që ka vjedhur të paktën 46 milion euro është zhdukur, duke i lënë këta banorë në mëshirë të fatit. I bi thirrje të menjëhershme Edi Ramës ndërprit pushimet, shteti duhet të çohet në këmbë të vi pranë banorëve, të cilët duhet të dëshpërblehen çdo qindark dëm që ka ardhur si pasojë e një babëzie e një korrupsioni të pafre, që sot përëndon mbi supet e këtyre familjeve. Është kriminale ajo çfarë ka ndodhur në Durrës. Kjo shtëpi e djalit tjetër. Fatkeqësi natyrore mund të ketë njerë në 20 vjet, por jo çdo vit. Shkoni një pronë të në ujë. Uji ka shkuar gjysmë metër. Pa tramush u bë tjetër. Pa tramush. Para 3 muaj janë përmbytur prapë. Po. Nëse pa 3 muaj tjetër. Po makina si ka dalë jashtë përdorimit. Po le, Këto janë pasojat e korrupsionit. Skizofrenik të Edi Ramës. Këto janë pasojat e korrupsionit, ja. Përmbytje. Sepse ka vjedhur lekët e kanalizimeve, lekët e urgjencës ka vjedhur. Lekët e hidrovoreve që nuk punojnë i kanë vjedhur, i kanë futur në xhep. Prandaj fshihet Emiliana Sako. 40.000 lekë. Që duhet nxjerr për zverku nga zyra, për zverku nga zyra. Ajo duhet vite 40.000 lekë tishun kanalizime i paguaj muj për muj. Po si ti vi ajo këtu? Si ti vi ajo? Çfarë do thotë? Një vetë vi se Ajo duhet nxjerr për zverku nga zyra. 700 lekë metër kubin e ujit të këtij uji që është tani këtu e merr ajo. E merr çdo muj. Të metër kubit. Po ndihma ushqimore ka shtetit. Në ndihmë ushqimore ka shtetit. Kom futorat, unë e po e sipër, si kom shit makaronet e vajtur. Asgjë. A çfarë po e? Jam supermarket. Gjitha me Jam lekë. supermarketit. Kam kanë gjën sërtore, se unë jam me familje, unë nuk rri pa bulet, nuk rri pa ushqim. Jo. Smer. Kriminale. Kjo është kriminale. Atë janë mijat. Është kriminale. E o këtë gjepim. Dhe se ka pëshua, më zërë. Ka se kështu të një gjerë makineve të nuk ko. Por se të ish këtë tjejta, nuk shofish mundi. Mirë mundi. Shenjë, këtë këtë ka di parë në fund. Shkallë, ka di parë këtë fund. Kërëtë rrugisën e kemë fund dhe më krytë. Ka ne këtë në në këtë.